saj, jam kandidat i Lëvizjes Bashkë për qarkun e Durrësit. Kam lindur në Durrës, jetoj në Durrës, kam studiuar në Tiranë për shkenca politike dhe kjo nuk është vetëm kjo arsye që jam bashkuar dhe solidarizuar me idetë e programit të Lëvizjes Bashkë, po është besimi, idealizmi, përkushtimi, aktivizmi që shoh ke programi Lëvizjes Bashkë dhe të gjithë aktivistët. Ata na frymëzojnë çdo ditë me idetë e tyre, me përçimin e mesazhit, me teza politike të guximshme, me atë ndikimin që kam pasur në diskursin vanitos publik që karakterizon të komunikimin publik shqiptar. Ata po imponojnë teza të guximshme kundra oligarkisë, kundra koncesioneve dhe për një menaxhim publik më të mirë të pasurive tona publike. Vizioni i Durrësit nuk duhet të jetë ai një qyteti i cili ndërton në mënyrë agresive, por duhet të jetë vizioni i një qyteti që ka një strategji të qëndrueshme të zhvillimit të turizmit. Nuk duhet të jetë vizioni i pak vetëve i atyre që investojnë, atyre një grupi ngushtë klientelist i lidhur me partinë pushtet. Ata të cilët marrin gjithë privilegjet, zaptojnë plazhet publike, zotrojnë gjithë koncesionet, krijojnë koncesione artificiale për të vjedhur fondet publike dhe po shkatrojnë dhe po shpopullojnë të vend. Durrësi ka nevojë për minimumin etik. Minimumi etik është bërë një emergjencë kombëtare sot. Situata ekonomike në cilën ndodhet Shqipëria sot e ka patjetër domosdoshëm minimumin etik. Jemi e vetmja parti e cila para 2 viteve ka futur këtë koncept. Koncepti i minimumit etik ka qenë një koncept i panjohur për partitë e tjera politike. Ne e kemi futur me dhunë në diskutimin publik konceptin e minimumit etik. Dhe tani të gjithë partitë e tjera po flasin për minimumin etik. Të gjitha pa përjashtim. Dhe kjo është padyshim një kontribut i jonë. Ajo tjetër që ka nevojë Durrësi sot nuk është sindikata e krimit, por është sindikata e punëtorëve. Gjithë në heshje dim që sot Durrësi kushtohet nga krimi. Ata kanë zaptuar gjithë sektorët strategjik, duke nisur nga plazhet, nga tenderet, nga spitalet, nga gjitha. Ne jemi për ditë terren me qytetarët, po luftojmë edhe atë pesimizmin legjitim që kanë gjithë tursakët dhe kjo është e kuptueshme, sepse nga bisedat që zhvillojmë për ditë me qytetarët e kuptojmë që i ka pllakosur një lloj pesimizmi dhe frike, po që nëpërmjet përkushtimit, nëpërmjet bisedës, nëpërmjet programit, ne po i organizojmë, po i bëjmë që ta ndjekin, po i bëjmë që ata të jenë përçuesit e ideve tona dhe idetë tona po penetrojnë gjithë shoqërinë. Po bëhen kryefjalë e diskutimit publik sot në Durrës. Lëvizja jon po rritet, ne po rritemi, e reja po lind edhe fitore.